Falja e namazit të Kurban Bajramit në Fier u krye në sheshin qendror. Qendra besimtar ndoqën ligjëratat e rastit nga muftiu i Fierit Mikel Azizolli dhe imami i xhamisë së Libofshës Kanani pas faljes së namazit. Duke përkujtuar profetin Ibrahim dhe duke bërë analogji me ditën e sotme, muftiu Azizolli tha se edhe sot, ashtu si në kohën e Ibrahimit, besimi në Zot përballet me sfida dhe vështirësi. Sipas Azizollit, sot kemi nevojë pikërisht për atë devocion që kishte profeti Ibrahim ndaj krijuesit, besim të sinqert që nuk ndryshon sipas interesit. Në këtë orë është një ardhje kaq e vullnetshme, kaq e natyrshme nga gjithë secili për nesh në këtë shesh, vetëm për të adhuruar, vetëm për të shpresuar mëshirë dhe falje nga Zoti i botëve. Prandaj Zoti e beqaton çdo kënd që ka prezantuar në këtë shesh vetëm për të madhëruar Allahun Azza wa Jall. Ngjarja e treguar në Kur'anin Fisnik në surën Saf thot në ajetet 100 deri 107 paraqitet si një horizont në emër të bindjes dhe nështrimit ndaj urdhrave të Allahut Xhella Xhelalu. Kurban Bajrami është dita kur ne shërojmë plagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit me buzëqeshje, gëzim e paqe. Festa e Kurban Bajramit është e lidhur ngushtë me kushtin e 5 të Islamit, haxhin. Këtë vit, miliona haxhin nga vendet ndryshme të botës, të veshur me të bardha, pa dallim, kombësie, shtrese shoqërore, të bashkuar vetëm për t'u lutur Allahut të lartësuar për paqe dhe dashuri mes njerëzve. Kërkojnë falje për mëkatet, për të bërë prej njerëzve të sinqertë dhe të devotshëm. Në këtë ditë feste, le të shpalosim të gjitha vlerat njerëzore, edukative dhe shpirtërore të haxhit, dhe për gjithë botën është një tablo aq e përshpirshme, aq e bukur ku shehemi miliona njerëz që madhërojnë vetëm Zotin e gjithësisë dhe me ihramin e tyre i tregojnë njerëzimit që njeriu është qenie e dobët, është qenie e vdekshme dhe një ditë ashtu siç janë grumbulluar do të grumbullohen në ditën e mahsherit, prandaj njeriu largohet nga kjo botë me besimin, me veprat e tij dhe vetëm me qefinin që simbolizon pra edhe ihramin. Kurban Bajrami është simbol i heroizmit, i sakrificës dhe i sinqeritetit, devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj Zotit. Në Kur'anin famlar Allahu i madhëruar na mëson që tek ai nuk arrin as mishi dhe as gjaku i kurbanit, por përkushtimi ynë që kemi për të. Pra kurbani është një mjet që na afron më së shumti me Zotin e botëve, krijuesin e çdo gjëje. Dhe duke ndarë mishin e kurbanit me njerëzit në nevojë, ne jemi më afër përqimit të tij. Padyshim kur flasim për Kurban Bajramin, në të vërtetë flasim për shkollën dhe për cilësitë e Ibrahimit alayhis salam, për moralin, besimin dhe dorëzimin e tij dhe nështrimin e tij ndaj krijuesit të botëve, ndaj Allahut Azza wa Jall. Besimi i palëkundur në Allahun. Ibrahim alayhis salam jetoi në një shoqëri të mbushur me idhujtari, por zemra e tij ishte e lidhur vetëm me Allahun. Ai nuk u nështrua shumicës, nuk u mashtrua nga traditat e kota dhe nuk pati frikë nga njerëzit. Edhe kur e hodhe në zjarr, ai nuk u lëkund në besim, sepse zemra që njeh Allahun nuk thyhet nga sprova. Sot kemi nevojë pikërisht për këtë besim, besim në kohë të vështira, besim që nuk ndryshon sipas interesit dhe besim që i ruan vlerat e tij universale në çdo moment të jetës. Kurban Bajrami edhe Fitr Bajrami, të cilat nuk janë vetëm data të caktuara në kalendarin islam, por ato kanë kuptime madhështore dhe lidhje të ngushta me njëra tjetrën. Zoti i lartë madhëruar e ka filluar mesazhin islam në natën madhështore të Kadrit. Dhe fill mbas natës së Kadrit vjen festa e Fitr Bajramit. E ka nis mesazhin islam me një fjalë që nëse ne do të meditojmë në atë fjalë do të kuptojmë shumë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili të ka krijuar. Allahu i lartë madhëruar nuk e nisi mesazhin islam dhe nuk e zbriti Kur'anin me fjalën e parë falu për Zotin tënd, agjëro për Zotin tënd.
prej kurban për Zotin tënd, por se e nisi me lexone emrin e Zotit tënd. Sepse Allahu i lartmadhëruar, nëse dëshiron që ta ngrejë një popull, i tregon atij populli rrugën se si mund të ngrihet. Dhe ajo është dituria, studimi dhe shkenca. Dhe pikërisht, një ditë para Kurban Bajramit, në ditën e Arafatit, e cila madhështia e saj është sikurse madhështia e natës së Kadrit, i ka zbritur profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot unë përsosa për ju fen tuaj